Loredana Brati, ish-banorja e Big Brother VIP Albania 4, është njëra nga personazhet më të përfolura të këtyre ditëve. Në njërën anë i dha fund martesës së saj prej disa vitesh dhe në anën tjetër thuhet se u nda edhe nga Jozi. Por cila ishte e vërteta e martesës së saj me X personin që Lori nuk do që ta bëj publik? Sigurisht se për të ka dhënë një sqarim bukuroshja duke thënë se ajo martesë ka qenë vetëm fiktive, jo e vërtet, por vetëm për letra. Dhe sipas saj, ajo nuk e ka shijuar fare martesën, madje as nuk ka qenë kurrë me personin me të cilin ishte e kurorzuar. Së fundmi, vetë Loredana ka treguar në një emision në Top Channel se martesa e saj ishte vetëm për letra, për t'ia bërë letrat X personit në fjalë, e jo që ka qenë në lidhje me të. Por kjo gjë ai pengoi Jozit, sigurisht që në Big Brother VIP Albania 4, kur hyri për herë të dytë Jozi, vrehej se nuk ndihej mirë për këtë fakt që Loredana ishte e martuar në letra me dikë tjetër. Edhe për këtë, Loredana ka një sqarim, se ju ka munguar në rrjetet sociale. Ndisjeni se çfarë thot ajo vet. Shëndetje goca, si jeni? Kam qenë shumë aktive në rrjetet sociale, por si kam thënë dhe tjetër marrë shtëpinë, normale më mori dhe pak pjesa e emisionit. Shkova në Itali, kisha shumë punë në Itali, edhe po, kam ngelur pak mbrapa. Nga tani e tutje, dhe më keni pak më të rregull në postime, në update-timet, që pëndodhin jetën time, projektet, pjesë të jetës time, kështu që shpresoj të kaloj mirë nga tani e tutje. Edhe faleminderit për gjitha mesazhet, faleminderit për të gjitha urimet, për mbështetjen. Nuk e di, jam gjithmonë pa fjalë, edhe me emociononi gjithmonë, edhe ju dërgoj një putje të madhe.